Diktatura hoxhiste ishte një diktatur e pa shembull në Europë. Ajo, përveç plojës së luftës klasave, me të cilën ekzekutoi mira shqiptar për liri, dinjitet, për besimin tek Zoti, për besimin tek Shqipëria, internoi me 10 mira të tjerë, persekutoi me 100 mira, përdori përveç saj tiraninë e mjerimit, izolimin më të thellë, indoktrinimin më ekstrem. Pra i regjim 46 vjeçar vendosej mbi disa shtylla që rëndonin çdo ditë mbi shqiptarët. Sot regjimi Edi Ramës përsëri ngrihet mbi 3 shtylla turpi, mbi 3 shtylla të cilat rënojnë çdo ditë qenjen tonë. Në qoftë se Enver Hoxha me varfrin, mjerimin, skamjen, urin kronike, shtypjen dhe indoktrinimin, i shtroi shqiptarët në një popull fantazm. Edi Rama, me politikat e tij, me vjedhjet, farsën elektorale, mashtrimin, me krimin dhe ligjin mburoi, po e shtron shqiptarët, po e shtron Shqipërinë në dheun e jo shqiptarëve, po përzën shqiptarët nga Shqipëria, po shkreton kombin dhe vendin për të ndërtuar parajsën e tij dhe të hajdutëve të tij. Miq, pra ngjashmëritë janë të tmerrsisht të hidhura. E vërteta është se kur ky kom nuk është vjedh si të vjedhet sot nga qeveritarët e Edi Rama dhe qeveritarët e tij. Miliarda euro porti Durrësit, në të cilën ai ndërton Dubai në 1.001 netëve të tij. 100 milion euro me akshin e lindave, 100 milion euro me Erion Velin dhe incineratorët, miliarda me lubin e tij në rrugë dhe në punë që nuk janë kryer kurrë. Dhe këto para, përveç se në parajsat e tyre, shndrohen në një krim të tmerrshëm elektoral, shndrohen në votat blera, dhe votat e blera shndrohen në vjedhje dhe më të mëdha. Ndaj edhe shqiptarët marrin rrugë të dheut, tashmë jo një si popull fantazm, por si një popull që braktis dheun e tij të bekur, sepse pasuritë e këtij vendi janë shtruar në pasuritë mallkuara për qytetarët e tij. Edi Rama, ky armik i egër i qenjes shqiptarëve, një lloj, si babai i tij shpirtëror, ka vendosur mbi shqiptarët censurën, mashtrimin dhe censurën, me mediat e tij të ushqyera si shushujza nga paratë e qytetarëve që vjedh në prokurime publike dhe pasuri publike. Qytetarët ndigjojnë nga mëngjesi që erë ndarkë, mashtrime dhe vetëm mashtrime, glorifikime të keqes, të krimit, të vjedhjes, demonizim në opozitës, censurim në opozitës. Dhe përsëri në një rreth vicioz
Mashtrimi kthehet në votë dhe vota në mashtrim. Por ja ku jemi sot, këtu me shumë se kur, për të zotuar, se ne do rikthejmë mediat e lira në Shqipëri, do rikthejmë zgjedhjet e lira në Shqipëri, dhe se Shqipëria do t'jetë një vend normal, një vend i bekuar si që ka bërë Zoti, vend i njerëzve të lirë. Miq, në qoftë se Edi Rama përdori kundër shqiptarëve policinë gjelatët të sigurimit shtetit, policinë politike, falen Enver Hoxha. Edi Rama përdor falangat e krimit, përdor organizatat kriminale, përdor kartelet e drogës, përdor ergyset e administratës, për të kontrolluar vullnetin e qytetarëve, për t'i vjedhur plaçkitur ata, për t'i poshtruar, për t'i vrarë, për t'i grabitur, përdor krimin për të qeverisur Shqipërinë. Por ne jemi sot këtu për të zotuar se zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Dhe në qoftë se në 2005 ne rëndëm pas aldobareve e të tjerë, aldobaret sot janë Edi Rama, Lubi Balluku, ministrat e tij, kurse kartel të drogës, Elvis Doçi, Suel Çena janë thjesht ushtarët e tyre. Ta din mirë, se dhe prapa diellit po të shkojnë, ne do t'i gjejmë ata, ne do t'i ndërshkojmë ata me forcën e ligjit. Miqtë e mi, Shqipëria e lirë, Shqipëria e qytetarëve të lirë, do shpallë vjedhjen e qytetarëve, krim të rënd, do të ndërshkojnë 2 herë më shumë qeveritarë që largohen. Dhe kontrolloni, kanë filluar të ikin miq, drejtora e të tjerë, braktisin Shqipërinë me shpresë se do mund të shpëtojnë. As ju, as Lubia, as Edi Rama, vrim miu nuk do të gjeni. Miq, në vitin 1991, pak muaj pas themelimit, dhe me të drejtë, të gjitha ata që na shikonin, shtonin pyetjen kur shifin shtatorën diktatorit aty, a janë opozit këta apo s'janë opozit?